ku konstatojnë këto prova? Së pari duhet kemi parasysh që zoti Meta ndodhet në paraburgim me akuzën e Qes Dia dhe ne kemi dalë me deklarata publike vazhdimisht duke treguar të vërtetën ashtu siç është nga aktet shkresore që tregojnë qartazi që zoti Meta nuk ka asnjë lidhje me Qes Dian, jo pse i themi ne këto gjëra, po pse pikërisht këto gjëra ndodhen në fashikullin e prokurorisë e administruar nga gjykata lidhur me zotin Meta. Çfarë do të thotë? Prokuroria është bazuar në disa prova të sajt që janë marrë pra për të ngritur akuzën, por që këto bien në konflikt po me fakte dhe prova që ka administruar ajo gjatë kohës së hetimeve paraprake. Tani, nuk mund të ngresh akuzë ndaj një individi kur provat të tjera që ke ti brenda në dosje të rrëzojnë akuzën drejt për së drejti. Pra, Dritan Prifti, Hejsek, nuk përmend emrat të tjera. Sot ne treguam se si Hejseku, ai i cili ishte një ndër figurat të cilët ishte pyetur në 2011, nuk ka përmendur përpara zotit Tavani, prokuror të çështjes, po emrin e zotit Meta. Na vjen me 2/10/2015 i ndjeri Dritan Prifti dhe thot, ore, ka dhe emrin e Ilir Metës brenda. Po si e ka emrin e Ilir Metës brenda? Sepse kështu e desh koha, situata dhe thanat për të thonë për Ilir Metën. Sepse Dritan Prifti del në 16 prill të 2014 nga dëshmia e Elvis Matajt, duke i dhënë në dieni dhe kallëzuesit të famshëm Romeo Kara, që Kastrioti i paska premtuar para Hejsekut, ish ministrit e ekonomisë Dritan Prifti. Shikoj shumë e ke këtu 500-700 në mos gaboj, sepse me zi e dalloj aty. Për lesë mos ta njerëzit pësojnë e gjo. Pra, përmendet për shfet zotit indjeri Dritan Prifti dhe në asnjë rast nuk përmendet zoti Meta. Tani unë klient e kam, po puna është faktit flasit këto janë të administruar nga prokuroria e posaçme, nuk janë nga mua. Avokat, nuk është se nxjerrë unë vetë. Ju flisni për një fakt që sipas jush prokuror dhe gjykatë, në gjykatës Erion Çela kanë bërë kundër Metës. Po si kanë bërë pakt? Kanë bërë pakt për të noterizuar arrestimin e tij, kanë bërë pakt për të prishur prova dhe kanë bërë pakt për të interpretuar një dëshmi të ndjerit Dritan Prifti, urdhëro kur ne publikuam sot, që Hejsek nuk thot në asnjë moment Ilir Meta dhe ky në 2/10/2015 thot Ilir Meta. Kur të doli ty Ilir Meta? Kur të doli? Kur të trastoj Edi Rama të doli, se kështu i bie. Se nuk të del Ilir Meta, po nuk të ka trastoj Edi Rama. Sepse në rast se ju shikoni çfarë ka bërë Dritan Prifti në kohën e atërshme, ka dalë një televizion thatë jam penduar për videon që kam nxjerrë për Ilir Metën. E di pse ta them këtë gjë? Sepse ai duhet ishte penduar më shumë, po të paktën të nxirrte Qes Dian për ishte i përfshirë Ilir Meta dhe jo Dritan Prifti. Pra, po do ti ta kuptosh të vërtetën është kjo. Unë po flas me fakte, nuk po flas me atë që mendoj unë. Në perceptim. Kush e mori çantën me para? Kush e mori? Sepse në konferencën e parë folën dhe për një çanta, thesa. Di unë tani po. Jo, të ta kemi pak më vonë atë, prisë të ta mbajmë pak se aty e di çfarë ndodh. Pra, kallëzuesi përmend Elvis Mataj. Mataj rrëzon çdo gjë që ka thënë kallëzuesi. Nga ana tjetër, prokuroria, dëgjoj tani këtu me vëmendje, prokuroria kërkon gjykatës lidhur me këto çantat dhe parat, dhe prokuroria i thot gjykatës, nuk ka çështje parash këtu në këto momente, se vetë i rrezon prokuroria,
tek masa e sigurisë, pra te vendimi i masës, dhe në fund fare duket sikur një çantë ka qarkulluar, por ishte një çantë bosh sepse ai mbante të dhënat e tij, pra ato karta identitet që mbajt ajo çanta e vogël, është një çantë e vogël. Tani, në mënyrë logjike, një çantë kaq 200.000 euro nuk mban dot. Tani, ta dim, o do jetë çantë. Nuk ka pasur apo ka pasur dhe s'ka pasur jam brenda? Ore, të thot ai ty, ore në asnjë moment Elvis Mataj thot, nuk i kam thonë në asnjë kohë Romeo Kara lidhur me para. Sepse Romeo Kara thot që është po Ilir Meta, po nuk e thot në dosjen e Kastriot Ismailaj që është marrë dëshmitar. Zoti Kara nuk e thot këtë në asnjë moment. Tek gjyqi i Kastriot Ismailaj që ka dëshmuar për para për Ilir Metën. Edhe dëshmia e tij e del aty, do ta nxjerrim edhe atë. Zoti Kara thot, në 2017 i erdhi ndriçimi nga Zoti edhe zbrit në tokë edhe thon tani do përmendesh edhe Ilir Metën. Se u bë në momentin kur Meta u bë president Republike ose ishte në negocime sipër, që tani këte ta rrëzojnë politikisht në momentin që do t'i shpikin përsëri Çezdia, sepse Çezdia, mos harro, ka qenë një ndër faktet që ka ndodhur në 2009-2010. Nuk ka ndodhur Çezdia para 2008-s ose para 2009-s. Dhe ju ta dini këtë gjë. Thuhet në akte brenda. Elvis Mataj ka pasur vllajën e tij tek kabineti Berishës. Jo 2009-ën, po para 2009-s. Çezdia është, ose më mirë, Çezi është privatizuar nga qeveria Berisha kur në atë kohë zoti Meta ishte opozitar, pra ishte jo në pushtet me zotin Berisha. Pra para 2009-s, para 4 mandateve. Bravo. Pra, diçka nuk shkon, sepse ti kur e qenë opozit, dhe ti kur ke qenë opozit, dje çapo ndodh me rastin e Çezit? Avokat, Keshit, Oshes ishte atëre. Kush janë provat e pretenduara të tjera që ju do paraqesin ditët në vazhdim? Besoj trajektoria do të jetë ngritja apo nuk jetë? Jo këtu, me sa kuptoj, është një kërkesë e kallëzuesit që të merret të në mbrojtje si dëshmitar. Prokuroria e ka refuzuar se ka thënë që ato që ti thua nuk kanë vi logjike me ato të cilat të kanë thënë pra ai si quhet Elvis Mataj. Por mos harroni diçka, se kallëzuesi thoshka këtu po ta shikosh në një rast të bukur që ka i kërcënuar thot kallëzuesi. Po jo nga Ilir Meta, nga persona të tjerë. Pra, si ka mundësi që kallëzuesi të kërcënohet nga persona të tjerë dhe jo Ilir Meta, dhe kallëzuesi të dalë në ekranet televizive dhe thot për moralin për Ilir Metën, kur këtu njeriu që ai ka folur nga mes deri dark, Elvis Mataj ka rrëzuar çdo gjë që ka thënë Romeo Kara, kallëzuesi kundër Ilir Metës. E ka në dokumenta zotë, nuk e ka me fjalë. Urdhro, del ky. Elvis Mataj sa i kishin ofruar 500.000 euro edhe kjo, dëgjoj këtu. E rrezon edhe kjo, shiko tani, shikoje, vetëm këtë të shikosh edhe këtu kupton kallëzuesi çfarë thot për raste pagese për të arbitrazhit tek gjykata ekonomike në Vjenë për lekët shqiptar, për shqiptarët. Lek, tu është lek. Çdo kallëzuesi ku ka për Ilir Metën të bëka me Kastriot Ismailin dhe Elvis Mataj, si pas pretendimet të tyre, ne nuk është se po shpifim diçka, por kallëzuesi ka dalë në televizor dhe ka thonë, Ilir Meta është kështu. Po fakte tregojnë që Ilir Meta nuk është ashtu dhe dilka që ti që përmend Elvis Mataj të rrëzon ty në çdo gjë. Që në 2000 edhe bukra e dikush është që njërin e kanë marrë në dëshmi në 14/5/2021, tjetrin e kanë marrë në 22/7/2021. Tani kush nga këta janë të vërtet dhe këtë tjetrin
Kastrioti Ismailej e kanë marrë në 21/4/2022 në Burg. Në Burg ka qenë. Ky Kastrioti Ismailej edhe në Burg thotë të vërteta. Pse thotë të vërteta? Sepse në gjyqin, në gjykatën ekonomike në Vjenë, ty të dalin ty emaile, qendrime, që nuk ka lidhje Ilir Meta aty. Ty të del rasti më flagrant, që t'jemi realist, që të del Irena, ka konfiskuar Irena 2016 të del Irena, ka konfiskuar të Kastrioti Ismailit, ka konfiskuar pasurin. Një tjetër dosje përpara. Po, si dil ka Irena, çuditërisht dil ka edhe atyri Irena, komshia e Dritan Priftit, apo jo? Pra, ju avokat lidhni shumë fije në prapasken që si përfundim besoni që kjo është çështje e montuar. Po, sepse pikërisht ke këtu në komisionin parlamentar, në komisionin e sigurisë kombëtare, presidenti Meta në atë kohë kryetar kuvendi ka informuar ministrin e brendshëm, ambasadën amerikane që i ndjeri Dritan Prifti po bën disa veprime të cilët po organizojnë që zotin Meta ta vendosin në situatë ose në pozitë jo të mirë për shkak të çesdia, duke përdorur gruan e tij, pra të Kastrioti Ismailej, kundër Ilir Metës. Dhe më vonë erdhi dy intervista, ku nga të dyja intervista gruaja e Kastrioti Ismailej shfaqe që s'di të flas, mi që s'di të flas, po edhe lexo tekst. Edhe i thot gazetarit, thot, a e thash mirë? Jo, po, unë po shikoj se ato po më çudisin mua ato që thua ti. Thot, dhe si po më thonë ti tani mua live, po shiko, mirë, jo kështu rregulloje këte. Tani, a më ke marrë për me më pyet, apo më ke marrë për me orientu çfarë do them unë? Se po më ke marrë me orientu çfarë do them unë, do thotë që ka organizuar. Edhe shfaqet në fashiku dhe ke aty. Tek fashiku i gjyqësor që tani do shkojmë t'i gjykojmë. Dhe kjo është letra që thuhet qartësi, që çesdia nuk çeka një gjë e pa menduar, sepse unë të them ty, shumë thjesht. Ti Dritan Prifti, pse i nxore videon Ilir Metës për atë rastin e atyre parave, që ai mori pa fajsi, të pëlqen nuk pëlqen ai e mori, edhe nuk nxore që ky pas ka bërë namin me çesdian. Se na ku e ke 2011-ën, as Jeseku nuk thot asgjë, Hejsek, nuk thot as Jesek këtu, as gjë thot. Nga kush keni marrë referencë? Nga Praga, thot. Pra, e kuptoni në cilën situatë jemi. Jemi në një situatë që e gjitha kjo është një lojë e planifikuar nga ata të cilët kanë bërë në të njëjtën kohë edhe autorin edhe viktimën. Avokat, ne do flasim sërish në ditën vazhdim, po më lejoni t'ju bëj edhe një pyetje për aktualitetin, duke qenë se përfitoj nga kjo bisedë. Ditën e sotme, Erion Velia ka dalë nga qelia për disa orë për të përballur në gjykatën administrative me prokurorin Olz Dado, që kërkon pavlefshmërinë e dekretit e presidentit, asakohë Bamir Topi, që emëroi prokuror. Mendoni që do rrëzohet kjo padijeti? Shiko, të jemi realist, e mbyllëm rastin Meta, tani të futemi tek rasti Veliaj. Velia nuk është paraqitur në procesin e vet, procesin penal, duke thënë se po lexonte dosjen, por në procesin civil, pra është paraqitur në gjykatën administrative. Shiko, në rastin se në atë kohë kur është emëruar zoti Dado, rezulton e provuar se ai në kohën kur është emëruar prokuror, nuk është emëruar ashtu siç e përcakton ligji, sigurisht që kemi të bëjmë me pavlefshmëri absolute të emërimit të prokurorit zoti Dado. Sepse ligji kërkon të jetë taksativ, pra që të kuptojmë ndalesën dhe pavlefshmërinë, kërkon që ligji të thuhet nuk lejohet, nuk mund të. Vetingu nuk hynte te kjo për ta kapur? Jo, është
kjo është gjë tjetër. Kjo është në kohën kur ti je emëruar nga ligji organik të asaj kohe që ka qenë në fuqi, ti duhet të plotësosh disa kriteret. Aty kriteret janë në mënyrë alternative, apo kriteret janë në mënyrë detyruese përcaktuese 1, 2, 3, 4. Në rast se të mungon njëra nga ato të katërta, dha shtetet mira pavlefshme emërimi jot. Avokat, Sepse duhet kuptojmë diçka. Emërimi i një prokurorit me plepat 1 ka qenë politike, në kuptimin që kështu formonte. Emërimi i një prokurorit me plepat 2 është politike, po këta çfarë kanë bërë? E kanë ndryshuar gjithë lojën edhe filloi e kanë nga parlamenti, nga shkolla e magjistraturës, e çën në prokurori tjetër, dhe nuk e fusin ashtu si ka qenë përpara nga dritarja. Kurse edhe tani nga dritarja është, por e gjithë loja luhet e loja aty si bëhet përzgjedhja e prokurorëve, magjistratëve kur futen edhe të shkolla e magjistraturës. Aty është gjithë sekreti. Ka probleme syri. Por e vërteta është që ne duhet kuptojmë në rast se zoti Veliaj pas ka gjetur me të drejtë një shkelje procedurale dhe të rëndë, sigurisht zoti Veliaj duhet fitoj betejën me rastin e zotit Dado. Sepse nuk mundet një prokuror të jetë mbi ligjin kur të merr ty të akuzuar për vepra penale. Sepse çka ka ndodhur anomalia në këtë vend? Prokurori dil ka më i zot se të gjithë tjerët, dhe ndërkohë të gjithë ne tjerë dalin të pazot. Kjo s'mund të funksionojë në një sistem jetese ose bashkëjetese komunitare. Pra, ne duhet të kuptojmë që zoti Veliaj kërkon një të drejtë për mendimin tim, unë uroj që ta gjej, por gjithmonë që dispozita përkatëse të jetë përcaktuese dhe të jetë taksative ndaluese në rast se personi nuk plotëson kriteret të cilët janë në mënyrë të bashkërënditura dhe duhet të bashkëekzistojnë në të njëjtën kohë për të njëjtin kandidat. Avokat, lutem dhe diçka. Nga mendoni se burojnë informacionet, ndoshta apo vetëm dëshirë e disa burimeve mediatike të segmenteve ndoshta opozitare që Rama thirret në SPAK më brenda muajit prill. Besoni te kjo apo? Shiko, unë sipas ajo që ne kemi bërë vazhdimisht tek opinioni publik, se sot më more për 2 raste konkrete, rastin Meta dhe rastin Veliaj, unë po të them ty këtë gjë, edhe të them të dëgjues që na kanë ndjekur vazhdimisht. Rama në çdo kohë mund të thirret nga vetë drejtësia e tij. 1 për skenar dhe 2 për perceptim publik. Por SPAK mund të arrijë të thrasë Ramën kur ka konstatuar që të gjitha pushtetet përplasin me njëra tjetrën. Po kjo di çfarë prodhon? Destabilitet ekonomik, politik dhe rendi i sigurisë. Edhe ju mendoni që nuk jemi aty për momentin? Jo, një sekondë, se mbarova unë. Okay. Pra, e tham 3 faktor përplasje, por nuk tham këtë gjë. Kush përplaset më kë? Duhet pushteti ekonomik përplaset me pushtetin ekzekutiv. Pushteti ekzekutiv të përplaset me pushtetin legislativ. Pushteti legislativ dhe ekzekutiv dhe ekonomik të përplaset me pushtetin gjyqësor. Në rast se arrim që këto 4 pushtete përplasen me njëra tjetrën, Rama i ka krijuar nga drejtësia e tij grop vetes së tij. Po nga drejtësia e tij, pra si puna saj të bëj gropën tjetrit dhe në fund fare shkoj unë vetë. Pse? Nga përplasja e të gjithë faktorëve dhe palëve. Çfarë do të thotë kjo? Dëmton interesin ton, por Ramën e çon tek drejtësia që ai ka zgjedhur, se ti e mamen kush është qëndrimimi, uroj që mos të harrohet. Pra, drejtësia aktuale komandohet nga zoti Rama. Drejtësia aktuale e përdor zoti Rama ashtu siç do vetë. Por ne jemi në momentin ku drejtësia e zotit Rama përplaset me veten e tij. Është ajo gropa, bëja gropën tjetër dhe fut vetë ti. Pra, llogaritja nuk është bërë mirë, sepse kjo drejtësi që ti ke krijuar ka gjetë mbështetje të heshtur ose të miratuar, të aprivuar me
rrethana apo me lidhje të ndryshme, linja të ndryshme, që nuk kupton që ti e ke humbur topin. Pra të ka ikur dhe të gjitha këto pushtetet për shkak të kontrollit që duan të kenë në terren, se pushteti ekonomik për çfarë vuan? Për terren. Pushteti gjyqësor për çfarë vuan? Për terren. Pushteti legjislativ për terren. Pushteti ekzekutiv për terren. Të gjithë vuajnë për çfarë? Po për terrenin i përbashkët, për terrenin të përbashkët. Dhe ky terren i përbashkët i takon të gjithë në një fushë. Dhe sigurisht që ai terren që është i përbashkët prish interesa. Pra, politika është si puna e familjes. Bashkohen, ndahen, lindin, vdesin, bëjnë, mërziten, intriga. Pra, politika ka të njëjtën formë. Pse? Sepse përbëhet nga njerëz. Pra, njeriu kur merr diçka e përdor pavarësisht se mund të jetë mjet, mund të jetë shtëpi, e përdor sipas gustot që ka, pëlqimin, mënyrës së sjelljes, mënyrës së administrimit, mënyrës se si admiron atë që bën, kujdeset, pra të gjitha këto ne duhet t'i marrim si fakte të përbashkëta, nuk mund t'i marrim ne hajde, s'ka gjë, ky është pushtet tjetër, ai është tjetër. Jo, sa ata janë të koordinuara njëra me tjetrën, po çfarë duan? Fushën, dhe fusha janë të gjithë. Tani të gjithë këta janë bashkë për të përplasur. Dhe tani te kjo përplasje, dëgjoj këtu me vëmendje se kam frikë se mundet edhe mund të dalë, mund të mos dalë se di po. Po çfarë më thot mua një kështu që kalon kështu vjen kështu lart apo poshtë, nuk e di, po gjithsesi pak a shumë është arritur kulmi që drejtësia e Zotit Rama po përdor një mekanizëm. Mekanizmi është eto dhe flak. Por ka një gabim. Njerëzit po e kuptojnë me vonesë. Pra i ka ardhur në derë. E momenti që të kam thënë flakën e keni në derë, por nuk po e kuptoni, dhe kur do të doni të merrni tubin, po nuk do ketë tubi ujë. Unë e kam thënë të ty, dhe jam i bindur që kam do të thy sepse di çfarë them edhe ku i them. Mirë, se kot si them, se më e mend çka kam thënë. Dhe ndonjëherë memoria është të bën ndonjëherë, harron për shembull që Velia është në burg, harron që Meta është në burg, harron që Berisha ka te lashe. E ma mend ti kur flisim për Metën, Berishën dhe këto gjëra. Pra, manuali u përdor çfarë? Goditet Berisha, goditet Meta, goditet Veliaj, u goditën të fortët. Dhe tani të gjithë janë të mendimi, bravo, ç'a do bëj? Do godasi Ramën? Edhe pastaj të zhduket memoria, thua, po ky bravo, jeton të spaku apo nuk jeton? Ky është drejtues për të bërë qoka apo është drejtues për të vajtur manalt? Dhe me njëherë të zbret direkt, të zbret diçka nga lart dhe të thot, ore, shiko, ky ka një manual tani. Çfarë është manuali? Godasim krimin